Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Desha disa minuta të shkurta një sqarim në lidhje me angazhimin ton në punë të mira dhe angazhimin ton në metat e tjerëve. Tash mund të angazhohemi si njerëz, si besimtar, me namaze, me nafile, me obligime tona, dhe mund të angazhohemi duke u marrë me punë të huaja, ose duke u angazhuar me të metat e huaja. Allahu xhaleshanu nuk na thirr asnjërin prej nesh që të jemi të angazhuar me të metat huaja. Por secili prej nesh ka obligim ndaj Allahu xhaleshanu për direkt veprat e tij që i ka bërë apo nuk i ka bërë, e jo për gabimet dhe të metat e dikujt tjetër. Unë me disa ajete, 3-4 ajete dhe një hadith, një thonje të Muhamedit sallallahu do të mundohem ta sqaroj këtë temë. Tema do të quheshte mos angazho veten me të metat e tjerëve. Mos angazho veten, pse lodhesh? Pse e lodh veten? A ka agjeru filani as ka agjeru? Pse e lodh veten? A ka dhënë zeqat as ka dhënë? Ti mundesh mi thon, obligime keni të ndeshë vëllezër me nxjerr zeqatin. Ama mos e lodh pastaj me njerëzit një nga një. E ka bon se ka bon me bon fitne, me bon fesat, me bon gibet. Se ai filani si ka dhënë zikatin, filani si ka fal namazin. Ne, nëse duhet më ju thon, kena më ju thon atyre njerëzve në vesh një nga një. Ajo më marr me çështje që realisht nuk janë tona. Ata që kanë mundësi me fol, është mirë me fol për këtë temë. Që a mirë pa ata që s'kanë mundësi asgjë me bë, bile edhe mos fol. Se vetëm se e lodh veten edhe asgjë nuk mundesh me bë. Allahu thot: "Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishata", me të vërtetë ata të cilët kanë dëshirë ta përhapin lajmin e turpshëm, fil ladhina amanu, e përhapin lajmin për ata të cilët kanë besuar. Lahum adhabun elim, ata do të kenë dënim të dhimbshëm. Fi dunya wa fil akhirah, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din edhe ju nuk e dini. Kemi në njerëz që shumë kanë dëshirë me i përhap lajmet e huaja. Si ta shef diçka, me njëherë ja tregon tjetrin në vesh. E ka pa. Edhe në ende si ka vërtetu. Edhe me njëherë shkon e përhap lajmin. Allahu dëgjon me vëmendje çka thot për ata që janë lajmtar të asaj që nuk kërkohet prej tyre. Kush ka punësu ti me dhon lajme? Edhe mu. Pse ne mu marr me punë të huaja? Nëse je musliman, edhe ke pa të filoni një gabim, shko be thuj atij. A jo mu, çka ke mu? Pse më tregon mu? Po ti më tregon mu me nënçmuat. Jo me ndihmuat atë gabimtarin. E ti nëse ti më tregon mu për një gabim të atij, wallahi unë mendoj që ti 2 herë më shumë se ai gabon. Se ti don ta relativizosh pastaj edhe gabimin tënd. Se pse jam të gabuar edhe filani. Allahu dhe lëshon për këta njerëz, për këtë grup, për këtë lloj të njerëzve që nuk i mbajnë fjalë, nuk e ruajnë sekretin. Allahu dhe lëshon ka përgatitur dënim të dhimbshëm. Ajeti i dytë thot Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar, ijtanibu kathiran min adh-dhann, largojuni nga dyshimi, inna ba'da adh-dhanni ithmun, sepse dyshimi është mëkat. Secili prej neve ka dyshim. Secili prej nesh ka dyshim. Mirë po dyshimi është smundje. Dyshimi është vezvese. Dyshimi është lojë e shejtanit. On stadion që hin loja ma pa sudi. Nuk e ke njeriun që gjikon. Edhe me javë, me muj, lunë edhe s'ka gjykat, s'ka kush thot u kri loja. Ashtu është dyshimi, jo një deti, një oqean që hin aty një shkretir, ku humbësh. Është një lojë pa fund. Por atë shkak, mos pse me dyshon, pse ka nevojë me dyshu.
E nëse fillon me dyshu, atëherë shkon në mëkat. Çfarë mëkati? Thot wala tajassasu. Njeriu që dyshon e hin këto loja, pastaj nis edhe me spionun nga pak. Filoni. Thotë se ti me laqja, e këtë që nga spiona, ku e di une? Këtë që nga gabimtare, këtë që nga njerës, këtë ti kanë me laqja. Wala yaqta ba'dukum ba'da, mos e përgojoni asnjërin. E përgojim çka vjen, mu marrve me punë të huaja. Filoni. Ta filoni del me laqje mos. Qëtësi erdhë, po ma s'ka të. Po ma si s'ka kuptim dhe është tërë, pse folë për atë, ku nuk është taj ati? Bano atë razgan, thuj ati. O vlog, gabim e ki këtuve. Ma valla se një thamë se ma i forta. E për atë shkak, mos folë për njerëzit, sepse Allah u dërëzna ka mësun, në ka eduku, në ka të regu, se nuk është në regu. E yuhibbu ahadukum en ya'kula lahma akhihi mayta, a dëshironi ju të hani mishin e vllaut të juve të vdekur? E nëse ne flasim për njerëzit që nuk janë, për mëkatet e tyre. Interesant, njeriu kur flet për dika rrallë herë e lavdron. Filoni i zgjuar, filoni i mençur, filoni respekton prindërit, filoni e bzëqatin, filoni fa rrallë. Filoni hajdut, filoni drogshet, filoni këtë e ban, filoni bra. Për keq ne shumica flas. Ama për të mirë rrallë. Rrallë herë gjenë njerëz, tash nuk themi se s'ka, ka mirë pa, shumica janë ata që flasin për keq. Në më thonë, minë në shmu, a i njeri që flet ki i keq, nën kuptohet mezlisa, ma i mezlisi e ka gabim. Ata njerëz që rrinë matë e kanë gabim, ata s'ban me ndejt matë. Se i ven a i kitë mezlisi që nuk di askush, veç se ki folë tash. A i ka vjeth. Kja be ki s'falet. Kja be se do babën. Ja be këso. Thote se nëse analizon ki që folë kësha, del zero. As gjamë. Fakarih të mu. Nëse doni me mu marë me të metat e muslimanve, nëse doni me përgoju muslimanët atëherë, on sikur me hangë mishin e vllaut tënd të vdekur. Ma ketë s'ka. I vllaut tënd edhe babë mëse e ki, si të dhejse, se në sheft një orë, 2 orë. O gjahit që pasha Allah, nësë la ma babën, la e vetë, që unë me ta la babën. O është të vërtet që hoxha e ka obligim, mi la, ma pse, po t'ja thështi që e do babën. Ti që i pretendon e baba, hajde la e vetë. I vdekur, se në la, ne, baba i se në la, para me ndoje, a mundet dikush me hangë mishin e njeriu që ka vdekë? Inshallah Allah është nësë provar. E keni pa një film, një aeroplan, kur bjen dikun në malë, në borë. Nuk i di ato që ati shkun që e vërteta, shumë dite, ndoshta mbi 20, 50, 60, 70 ditë jesin, edhe fillojnë të hanë ushqimin atyre që kanë vdekë. Për atë shkak bënje lut një Allahun, Allah mos na sprovo. Nëse Allah mos na sprovo me hangë mishin e vëllezërve tonë të vdekur, po pse ne me dëshirë, tu nejt be ha mishin e vllaut tonë të vdekur, duke ndejt. Heq me pa nevojë, as kush nuk thirr, as par nuk t'jep, as rrok, as nuk të lavdron, ti ban gibet dhe fol për mëkatet e vëllezërve. Thot wattaqullah. Friksoju Allahut, inna Allah tawwabun rahim, sepse Allahu xhaleshanu është ai i cili e pranon tawban, pendimin, dhe Allahu xhaleshanu është i mëshirshëm. Ajeti 3 ose po ajeti 3 thot wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Mos u mundo ose mos shko ka ajo që nuk e di. Pse mundohesh me bo diçka që s'ket dituri për atë? Mundohesh me zbulu diçka, ma shumë larke. Mundohesh me bo diçka shumë larke. Inna sam'a, me të vërtet të pamurit, wal basar, jo, inna sam'a të dëgjuarit, wal basar të pamurit, wal fuade,
edhe zemra secilit njeri, kullu ulaike kana anhu mas'ula. Secila prej këtyre ka me pas përgjegjësi të Allahut subhanahu wa taala. Sepse njeriu e shef edhe pastaj fol. E ndëgjon e pastaj fol. Edhe atë zemër që e ke, nga zilia, nga inati, nga mlefi, edhe për atë kemi dhënë përgjegjësi, edhe ti dhun. Edhe ti dhun kemi me dhënë përgjegjësi të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë e kam dëgju, ende pa e thonë miraj, në viber, filanit. Filani tha, ose e ndëgjova duke thonë. E kam pa, me njëherë t'ja lejmërej, t'ja të regoj dikuj tjetër. A është në regull? Vallaj nuk ka regull. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith të transmeton Ebu Hurajre, thot Muhamedi sallallahu ka thonë, secili njeri duhet të mbrohet, të ruan vetveten nga paragjykimi, sepse paragjykimi është rrenë e madhe. Është gënjeshtër e madhe. Pastaj thot pejgamberi mos e spiononi wala tajassasu ba'dakum ba'da. Mos e hulumtoni të metat e njëri tjetrit. Mos e keni zili wala tahasadu wala tabaghadu. Mos e mashtroni njëri tjetrin, mos e urreni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, sepse ju jeni vëllezër. Sepse ju jeni vëllezër. Mos i ndorhini dikujt në shitblerje kështu më radh. Të ndeshëm vëllezër, musliman për shemb thot el mu'minu akhul mu'mini. Besimtari është vllai i besimtarit, nuk i bën padrejti, nuk e tradhton, nuk e gënjen dhe nuk e ofendon. Devotshmëria është këtu ka thonë pejgamberi. Secili për neve duhet me qenë i devotshëm, e devotshmëria e mban njeriu. Një jetë i pastër. Një jetë i pastër, qëllimi i pastër e mban njeriu. E mësoj veten dhe juve. Ku do të qeni? Mos u merrni me punë të huaja. O vallahi, nëse prej sot fillojmë secili më marr me punët tona. Pasha Allahun, krit bota ka më na po hajrin neve si musliman. Ama ne musliman, problemi më të mëdha tash i kemi në botë dërmet nesh. Analizoj, kush lufton? Tash. Ne muslimanët luftojmë dërmet veten, Libi, Yemen, Siri. Ne muslimanët, kush lufton për jo muslimanëve dërmet veten në botë? Askush. Ka interese, ka paka shumë probleme. Mirë po ne si ne muslimanë, pse? Se ne mirë me punë të huaja. Do të mirë me punët tona. Hajtë mirë me punët tona, të vazhdojmë, të jetojmë ashtu si na ka mësua Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.